Nderuar të ftuar, nderuar kolegë, gazetarë dhe qytetarë. Së pari shpreh falenderimin tim për Këshillin e Lartë të Prokurorisë për besimin dhe përvlerësimin e treguar, duke më përzgjedhur pozicionin aq të rëndësishëm të drejtuesit të prokurorisë posaçme. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Falë mbështetjes së pakurrësyer të partnerëve ndërkombëtar, SPAK-u po forcohet si strukturë solide e ndjekjes penale. Dëshiroj të vlerësoj parashtëmin në detyrë zotin Kraja për kontributin e tij në momentet e vendosjes së gurëve të parë të institucionit për të marrë formën që ka sot, si dhe zotin Dumani për guximin dhe integritetin e tij duke forcuar profilin e SPAK-ut dhe duke rritur besimin e publikut. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Byroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke synuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Institucioni do të vazhdojë të komunikojë në mënyrë të qartë me media dhe publikun, duke respektuar kornizën ligjore. Nderuar kolegë, misioni i SPAK-ut shkon përtej mandateve individuale. Unë besoj se jemi një skuadër dhe të punojmë krah për krah me përkushtim në përmbushje të zotimit tonë ndaj kushtetutës dhe ndaj qytetarëve shqiptar. Faleminderit.